ka ndërruar jetë një tjetër legjende e futbollit shkodran dhe atij shqiptar Paulin Ndoja. Pas Medin Xhegës, Ramazan Ragami dhe Sababizit, është shuar edhe ylli i fundit i kësaj kantërshe të famshme, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar në futbollin shkodran dhe atë shqiptar. Ky lajm i trisht ka prekur edhe shumë ish futbollistë shkodran, të cilët kanë luajtur dhe bashkëpunuar ndër vite me Paulin Ndojën. Sot një ditë tjetër humbjet e një figure të madhe në sportit e Shkodrës. Me Paulinin unë kam gjithë karrierën time në ekipin e parë, që nga dita e parë që unë jam stërvit dhe janë shumë vite dhe shumë mund, shumë djerë, një njeriu të shumë të përkushtuar, një njeri që nuk kërseu as edhe i gjanë e pjesën e jetës e tij për sportin, për futbollin, për mu personalisht. Koha, vitet ikin, kalojnë dhe një mbas një po ikin disa figura jashtëzakonisht të mëdha të qytetit Shkodrës. Ditën që është një humbje e madhe personalisht për mu, një keqardhje shumë e madhe, gjithsesi jeta ka ligjet e veta, natyra ka ligjet e veta dhe unë dua të ngushëlloj pafundësisht familjen, njerëzit e afërt e tij. Humbje e madhe për mu, humbje e madhe për qytetin, humbje e madhe për sportin, humbje e madhe dhe për ato njerëz që dëshirojnë të merren me sport dhe kryesisht të merren me profesionin e portierit. Ishte një figurë e madhe e futbollit, jo vetëm shkodran, por edhe shqiptar. Një nga katër legjendat e futbollit shqiptar. Paulini ishte jo vetëm një portier me reflekse të shkëlqyeshme, por ishte edhe një portier modern i kohës, sepse ai lutej jo vetëm me dur, por lutet edhe me këmbë mjaft mirë, siç është sot futbolli modern. Ishte fitues i kampionateve dhe i kupave, disa kampionateve, edhe disa kupave me ekipin e Vllaznisë, dha një kontribut mjaft të madh, megjithëse karriera e tij u ndërprej në kohën më të mirë, parasysh se regjimi, si më thonë, luftoi atë për biografinë e keqe që u quajtë në kohë që kishte. Stërviti disa braza portierash, do të kujtoj këtu qysh me Avenir Danin, me mirëgrimin, me sherrin. Puna e tij ishte vetmuese, një njeri që kërkonte gjithmonë që portierat të arrijnë rezultate sa më të mira. Të thënë të drejtën, u befasova kur më lajmëroni që sot në mëngjes që është nda nga jeta një nga shokët e mi qysh në fëminit thush, e deri vitit sa këna, se sot nda nga jeta Paulin Ndoja. Me ardhi shumë keq, me rasti një bombë e vërtet, që me Paulinin jam njohur qysh me paratërit, me të Vllaznisë, kam kënë gjithkund razherëve të tij, bashkë edhe me ekipin e të rive, kur ai në atë moshë 20 vjeçar u thirr në ekipin e parë të Vllaznisë dhe kontriboi në fitimin e kupës parë që fitoi Vllaznia 65-ën. Pastaj Paulini vazhdoi me ekipin e parë, unë vazhdova me ekipin e të rive. Jam shumë i privilegjuar, shumë i kënaqur që kam kënë razherë një legjende të portit shkodrane. Me Paulinin kam dashur shumë kujtime, të cilat nuk do t'i harroj asnjëherë. Paulini ishte një nga ato portierë që të bonte për veti, me ato gjestet e tija, me ato pritjet e tija, me atë shpirtin luftarak, me atë besimin që kishte, me atë që asnjëherë nuk dite mu dorëzu. Paulini dha një kontribut të vlerë me ekipin e Vllaznisë. Ai po të ishte një nër si të gjithë tjetë por sistemi e dënoj e përsekutoj, ai do të ishte një nër portierat më të mirë të Republikës Shqipërisë. Të drejtën është u bën shumë, edhe tash iku sa bojt Paulini, shumë për Shkodrën, shumë për Shqipërinë, shumë për futbollin, shumë për sportin. Janë emblema, janë legjenda, janë njerëz që na kanë frymëzuar, janë njerëz që na kanë mësuar ABC-n e futbollit. Lidha jam në fakt me Paulinin është disi moha veçantë. Qysh në moshën 14 vjeçare unë jam, më thonë, ndoshta më shumë ka taku me net me Paulinin se me familjarët e mi. Edhe të thënë drejtën është ka humbur një pjesë e shpirtit. Është një person që unë e kam dashur shumë, ka dashur shumë. Kena bisedu shumë, kena bisedu si prini me fëmin, kena bisedu shumë gjana, e vetëm pjesë sportit, kena bisedu shumë gjana dhe kena pas një fermitet dhe një mitësi të fort bashkë, edhe është një humbje e madhe për mua. Televizioni Star Plus i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Ndoja për humbjen e njeriu të saj të dashur, i përjetshëm qoftë
Kujtimi yt mjeshtër.